Tradita shekullore e muzikës shqiptare do vinë në skenën Tribeca Performing Arts Center më 17 shtator në koncertin Sounds of Albania, interpretuar nga Queen Teuta Quartet dhe një grup artistës shqiptaro-amerikan. Programi do të çojë publikun në një udhtim muzikor nga serenatat lirike të Korçës tek meloditë paritore të zonave malore, tek vallet festive të Kosovës dhe këngët e njohura të Shqipërisë së Mesme të Jugut. Repertori tradicional do të interpretohet përmes aranximeve të reja muzikore të dhomës nga drejtuesi artistik Edmond Xhani si dhe kompozimeve origjinale. Një vend të veçantë do ketë tashkimia muzikore e arbreshve të Italisë, të cilët më shumë se 5 shekuj vazhdojnë të ruajnë gjuhën, zakonet dhe muzikën shqiptare. Ideatori i koncertit është artisti dhe fotografi i arkitekturës Ilir Rizaj, i lindur në Kosovë dhe banues në New York për afro 4 dekadash.